Tjetër pyetje, përse SPAK e shmangi qëllimisht BKH-n, pra vetën nga operacioni kriminal dhe i la dorë të lirë policisë, pa të show politik që ndodhi në rastin e arrestimit të zotit Meta, sepse policia e shtetit është përgjegjëse për ekzekutimin e masave të sigurimit. E thash edhe në përgjigjet e pyetjeve të mëparshme të bëra nga disa deputet. Lidhur me arrestimin e zotit Meta dhe një pyetje tjetër që bën zoti Blushi është përse zoti Dumani ja kaloi çështjen prokurorisë së Tiranës, ku në fund të ditës policia abuzoi me një urdhër arrestimi të SPAK dhe jo të prokurorisë së Tiranës. Bëhet fjalë për kallëzimin që u bë ndaj punonjësve të policisë që ekzekutuan masën e sigurimit, sepse është kompetencë lindore e prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm, është taksative, e parashikuar qartë, që nuk mund ta hetojmë ne atë vepër penale, por as edhe subjektet e veprës së penale nuk janë subjekte të posaçme, të cilët janë në kompetencë të prokurorisë së posaçme.